Ndalesa e radhës e emisionit Sot Fshati është Armeni, një prej fshatrave më të dëgjuar e i shkruar që në lashtësi për historinë, por edhe për vlerat e tij të trashëgimisë kulturore. Në Armen ende ka gjurmë që vërtetojnë historinë e lavdishme që ka patur ky fshat, e cila ka mbetur e shkruar me gërma të arta, por që tashmë i përket të shkuarës. Armeni i lavdishëm, i trimave që dhanë jetën për liri, sot jeton në një tjetër realitet. Ajo çfarë ka mbetur nga qytesa e lashtë është veç historia, pasi fshati ka sot një sër problemesh. Fshati armen krahas historisë që përfaqëson në luftën për liri dhe pavarësi, ka qenë ndër vite një prej qendrave administrative më të rëndësishme të Bashkisë së Selenicës. Pikërisht Armeni, si qendër e kësaj njësie nga ku kjo njësi ka marrë edhe emrin, ka qenë një pikë reference për banorët e zonës, të cilët kanë qenë të shumt. Por ndërkohë, pavarësisht rëndësisë të këtij fshati, të kësaj njësie, të qendrës së njësisë, Armeni vjen sot që të vuajë një sër problematikash, duke nisur nga largimi të rinjve, plakja e popullsisë, në fshat ka mbetur vetëm mosha e tretë, shkolla ka më pak nxënës se kur, por gjithashtu edhe probleme të cilat i përkasin ujë të pishëm që vjen të jetë me puse, largimi të rinjve, krau të profesionalizuar që kanë ndikuar tek bujësia dhe blegtoria, dhe njëkohësisht problemi më madhor për banorët e zonës, mungesa e energjisë elektrike. Armeni ka si bazë të ekonomisë bujësinë dhe blegtorinë, por rrugës drejt fshatit, atë çfarë të trishton, është mungesa e tokave bujësore të kultivuara, por edhe tufave me bagëti. Ku është tepër e vështirë të ndërpresin rrugën tufat me bagëti, apo të shikosh në kullota të tilla. Banorët që ende merren me bujësinë dhe blegtorinë, thonë se me këto punë nuk mund të mbajnë dot familjen. Ata pohojnë se shtojnë lekët nga pensionet për të kultivuar tokat e tyre bujësore, pasi mbështetja nga shteti mungon. Si është Armeni sot fshati? Mirë, deri diku mirë. Pse deri diku ta? Në fakt, varet nga njerëzit që punojnë, varet nga qeveria që administrojnë, kysh janë faktorë të ndryshëm. Ju vetë me se merret? Unë jam pensionist. Merresh do pak me pisi blegtorin? Po, merre me blegtorin. Si janë këto sektorja? Vlen të merresh? Jo. Pse? Po është me humbje. Me umbje? Po, është me humbje. Nuk e bujshet? Sështë problemi shitjes, është problemi shpimi, problemi i plerat kimike, janë shumë faktor që ndikojnë për keq. Pra ti po thua që ai mundim nuk të shpërblet. Nuk shpërblet. Duhem bujësia ka kosto. Po. Dhe ti nuk arrin që ta shes me atë shpim që ti dove. Po. Sepse një gjë bëri qeveria, foli për uljen e çmimit për karburantin 1 dhe plerave kimike 2. Kjo është baza e bujësisë, se unë jam kam 25 vjet më para. Nuk këtë çmim. Por, ti pleret po i ngra. Jo vetëm që së shulur, po vetëm ngrihet. Ngrihet. Dhe kjo ju falimenton. Po falimenton, orë. Mirë, një gjë, të them, unë Kosovë po e mbuloj me pensionin tim, është turpi botës. Ja, i morëm në ashti, do i ndajnë se i kemi bërë. Po, unë kam 9 hektar tokë, mbi kuris. Dhe kultivon çfarë? Perime apo fruta? Misër, jonç, për blegtorin. Ke trek, ke pushet. Dhe pike e parë është që ne, blegtorët, me atë çmim që ka vendosur ai shpërblet. Po ti që Kosovë pak më lart, do ki balanç. Midis shitjes së baktive të mishit, të qumshit, të produktet blegtorale, me Kosovë që të plerave kimike, nafte dhe rrugë. Shikon këta sektor drejt falimentit, do të zhduken për disa vite për shkak të tyre. Po ka filluar tash ti disa vite. Unë do i mbaj kaj, do i mbaj më pak. Nuk i mbaj. Nuk i mbaj, a Kosovë. Pensioni ynë. Po i kemi borxhe, ba. Borxhe për të marrë për bujësi dhe blegtori. Po ja kjo është. Nuk e ham dot neve.
Je në radhë të parë femër, si është të merresh me bujqësi? Është e vështirë për Po shumë e vështirë. E në mosha jo. Unë janë 71, ky është 75. I ke më fuqit për të marrë? S'ka fuqi. Ora, që po me pension minimale më Sa vjen vite shumë. merresh me bujqësi? Sa vite po bën sot? Që u përshë sistemi. Po, thua që unë kur kam marrë nuse me blektori e kam jetur. Kem shumë se 30 vjet apo? 50. 50 vjet. 50 vjetë. 50 e i them, nuk dua mish, nuk dua qumusht. Ja këti i them. Ai shumë janë. Ai shumë. Po gjë, si janë këto sektor sot, si i mban më bujqësin, blektorin. Bujqësia, blektoria më para, si kanë? Më para, Po. po ishin të pakta. Ishin të pakta. Po sot çfarë gjendje janë? Sot janë më të larta këto gjërat që themi çmimet. Më ju e blini atë produktin tuaj, e plerat kimike apo çfarë? Me djeshën ja, çfarë thamë ne? Vetëm nuk bëjmë gojë për fëmijët në mëna lek se nuk na del për baktit për vetë. Edhe mbyllëm Jeton dot me bujqësi dhe blektori? çfarë. Jo, no. Shumë e vështirë. Fundim? Ja, ndim na Po ku pension. do kërkoj pa ai me ka fëmijë të rritur. A braktis fëmijët ai. Ke ku i shet? Kë? To. Sheleke këto? Po, ose edhe Elbin Misrin që jon gjën që kultivon. Ku do shes? E shesin ata që kanë shumicë. Kanë marrë gjitha tokat e armenite, ata e shesin. Neve ngelim si shqem. Ishte këtë bujqësi dhe blektorin drejt falimentit? Po. Drejt zhukjes? Unë për 2 vjet i kam thënë këtij miku tim që do falimentoj do gjë këtu. Roshi. Në Armen për shkak të shumë faktorëve, shumica e banorëve i kanë rënë për shkurt, ku tokat bujqësore që kanë në pronësi tashmë i kanë dhënë me qera. Për Blu Televizion ata tregojnë se janë të detyruar për shkak se nuk ka fuqi punëtore, teksa produktet që kultivojnë nuk kanë as ku t'i shesin. Punën u avëshirëson edhe më shumë mungesa e sistemit apo kanaleve vaditës. Të pyes, ç'thot fshati, ç'thot Armeni? Mirë, deri këtu bere i qavës. Mos qajemi. Si ma përshkruan fshatin sot, cila është gjendja e tij? Më gjendje e mirë është, gëgja është, për bukuri. Mirë jemi. Me se merresh zakonisht? Unë pensionist në shtëpi, Ndoshta pak bujqësi blektori? po që tokat i kemi dhënë me qira, si furnizojmë dot, si mbajmë dot. Pse nuk i mban dot, çfarë mungon? Pensionist, nuk i kemi tokat larkë. Nuk i shkojmë dot, me se do dhemi. Mungon ndoshta sistemi vaditjes, ka kushtet? Po jo, për vaditja unë asë se marrë vesh fare, kupton se ne jemi më njërë këshu edhe asë se kemi den fare neve. Çfarë bëjnë banorët kryesisht në Armen? Si e kalojnë ditën? Punojnë tër beharin, punojnë, tër dimrin, punojnë. Nashi dimrin s'ka punë varet nashi. Ku janë më tepër të angazhuar? Në bujqësi, blektori? Po bujqësi pa blektori, pa kemi blektorin e s'kemi blektorin e shumë. Çfarë kultivojnë më tepër? Po bujqësim këto, me këto bujqësim, se janë tokat i kanë dhënë me qirara këshu, mileti, edhe ata tjerë, une të tjerë i kanë dhënë me qira, edhe këshu janë të gjithë, edhe ja ata merren me ato tokat. Po jeton do sot mirë nga bujqësia apo dhe nga blektoria? Po mirë ti themi, qa do bëjmë, ku do dhemë? Është e vetmja mundësi, s'keni tjetër. Kjo është. S'kemi bëjmë. Ka ndoshta vend pune tjetër në Armen apo vetëm bujqësi Jo, blektori? s'ka, ja këto janë bujqësia, blektoria dhe blektoria është e pak se ka nikur mileti, s'ka shumë blektori. S'ke Shumë blektori, e pak, edhe ku ta shpesh, ku ta shpesh. Faleminderit. Kënaqësi. Asin gjë. Por problemet e Armenit fatkeqësisht nuk fillojnë e nuk përfundojnë vetëm me bujqësinë apo blektorin. Shtyllat e transmetimit të energjisë elektrike, qartasi duken që janë vendosur përgjatë sistemit komunist, të cilat janë të amortizuara tashmë, me kablo elektrik që ngjasojnë me rrjetën e merimangave. Sipas banorëve, situata është e njëjtë në të gjithë fshatin, ku ndërprerjet e energjisë elektrike janë kthyer në faktor penalizues. Banorët thonë po ashtu se në ditët me mot të përkeqësuar dhe erë, energjia ndërpritet duke lënë fshatin për shumë orë në terr të plot. Si e një? Si dhe ka? Buri fort. Mirë. Armeni vini dashur, që rridjeli për kërshim. Vazhdoj. Vëndi buku për natyre,
E, ka solisur Perëndia! Si është Armeni sot? Shumë i mirë. Fshati jonë, është fshati, unë jam familja me e vjetër që nuk dihet prej ardhja. Jemi kompakt njëri me tjetrin. Cili është ai problem që shqetëson më tepër në Armen? Vetëm dritat. Drita. Ma thanë edhe banorë të tjerë, si është ky problemi i dritave? Sepse nuk është i festuar fare, linjat e vjetra, linjat e që u ka bërë në veri. Një herë apo një shi Për jenë. ndërpritet. Mbeteni pa energji. Nga lemi sa vinë ata që na rregojnë. Kablot janë të sistemit Kosa Enverit, më thanë. Kosa në veri. Nuk është investuar fare në këtë drejtim. E, këthan da bëjmë sot, da bëjmë nesër, s'po e bëjnë. Sa vite ka ky problem? Po sa vite e, qënë po të veri nga linjat. Po pret të zgjidhet? Premtimin na është dhënë tani, në shohim. Ka dhënë deputeti Vullneti, se ka bërë me pizzare me ato ande janë bërë, vetëm Armeni ka ngelur tani. E kanë bërë linjën që ande ai, kanë bërë linjën kryesore deri tek Gabina, tani kanë ngelur në qendra brenda fshatit. Po ju penalizon në familje kjo gjë? Po ç'është të penalizon? Ne duam kurrent plot. Kur ikin drita si apo ne apo me qiri? Derisa rregullohet efekti me qiri. Batania. Me tani. Sa e shqetëson më tepër banorët? Kemi probleme me dritat, me rrugët, se këto rrugët duken që janë Me këto dritat kemi shi probleme dhe më dha me dritat. Pse ikin? Ikin s'kemi këto, i kemi të shpejt me neve, këto që kemi një transformator, ai ka që kur ka qenë ish reparti. Edhe ai bën defekte herbasara. Ai bën defekte, kanë riparor një herë, dy herë, asnjë problem tjetër. Me atë vojmë ne ja linja atje është, e në verit mos më ke kuptosh. E linja në verit që ne kemi shfryzuar vetë ne përpunojmë vetë. Domethënë sa ka erë mot të përkeqësuar? Po mu erdhi moti me erë tak Fikën drita. ngelemi. Po me drita si është situata? Jo dhe mirë, ra një pikëshi, Po, ikën. ikën, s'ka drita, pap, shes sporti, pret me një akthe mund kjo se mund dhe më shoj sport e lajme, thot, këto kam që, Aty ja, ndërpritet, kur te momenti kyç. të vesh kemi atëne aty gabinën, këtu në prua, që në konën veç ka qenë ushtria aty, reparti ushtar, ajo është mund me sferave, gabina aty. Mund me sferave, e çdo person ka lidhur vetë në një tel. Nuk dina shkoja, kështë këtu ti, si shtrat me rimage, e s'bë këtu. E ajo të jetë në një drejtim shtylla. Pa sistemuar. Telat janë që telat konen verit, Puten. këputën bëhen, Por ka dhe nga ata banorë të cilët e pranojnë këtë realitet. E për shkak ndoshta të ngjyrave të partisë, ata janë shumë rehat që jetesën e tyre ta vijojnë mes problemeve të mbartura ndër vite, e po ashtu edhe ndërprerjeve të herpasershme të energjisë elektrike. Po këto dritat janë më problem. Fare, drita kemi 24 orë, pa probleme në gjitha. Tash na i shtoi, na i gjithë, tash i bëhet. Po mirë, kur ka stui, kur janë ato ditë çfarë? 2 orë, 3 orë, nuk ka ndonjë problem. Ikin, ndërprit. Jo, po ndërpret 2 orë, nuk ka ndonjë problem, them unë tash. Po miq, ndërpriten. Po mirë, ja mund ndërpret se çaj gjondi, po tash edhe vet toka për shembull jashtu, kur del një vulkan, kush e mban? E mban shteti apo bëri kur dalin një vulkan? Tu te ne del çik vulkani më shpesh. Po jo, te ne nuk e di se ç'a bëjnë pushtetarët e gjitha, po unë deri tash jam i kënaqur me këta. Ujin e pishëm shumica e banorëve e kanë zgjidhur me anë të puseve, si të vetmen mënyrë për të përballuar nevojat e tyre të përditshmërisë, familjare e për konsum. Banorët thonë se kanë investuar nga të ardhurat e tyre personale për të krijuar puset e rrjetin e furnizimit me ujë. Pasi nëse nuk do të kishin investuar, edhe sot do të ishin pa ujë. Problemi i ujit është më apo është zgjidhur? zgjidhur se ne problemin, si fshatë kemi zgjidhur vetëm shumë. Keni investuar vetë? Vetë kemi çpuar me sonde, unë kam marrë një hektare, një kilometër larg e gjysëm ujit vetë, me vetë rredhje. Ky shoku këtu ka shpuar me sonde, edhe 78% ne kemi zgjidhur vetë. Do me thënë, uji pishëm ti më thua që është, po me puse. Me puse, jo, po me puse, po kam pusën me, jo pusa që. Në rubinet, kur Në rubinet hap kur dua, e mbyll kur dua. Po vjen nga ujësillësi? Vjen.
E kam ashtu vetëm. E ke zgjidhur vetë, po jo Vetë. ka usjell si përgjithshëm që 80% përgjithsisht fshat ynë i ka zgjedhur vetë situatën e ujit. kanë investuar në xhepit. Vetë na xhepit tyre 80%. Atë ujë e përdorni, e pini besoj. Me atë pi, me atë laj, me atë bëjmë. Ujë gjithë. pastër. Ujë pastër, po. Ja, kështu. Fatmirësisht fal një investimi të kryer vetëm 2 vite më parë, rruga kryesore e fshatit armen është rehabilituar në total. Prej hyrjes së fshatit Picar e deri në qendrën e Armenit, rruga është e asfaltuar. Ndërsa realiteti i rrugëve në brendësi të lagjeve krejt ndryshe. Banorët thonë se rrugët në brendësi të lagjeve janë të amortizuara, gjithë palët e gropa, të pakalueshme me automjete, ku të vetmen mundësi që ata kanë për të kaluar në këtë rrugë është gomari. Shikojmë këtë rrugën e Armenit, kryesoren e cila është shtruar, por rrugët në brendësi të lagjeve si janë sot? Jo, unë kam një gomar, aji që ka makinë paguaj parat. Po. Unë kam një gomar. E morë vesh, aji që ka makinë paguaj parat, unë e dua rrugën të shtruar. Unë e dua asfaltur rrugën. Se janë Jam- copa. Jo, kjo rruga jonë është e mirë. Po brenda lagjeve? Brenda lagjeve nuk është nevoja. Unë e kam shtruar atë pjesën time në asfalti, deri te porta me zhavar. Po që ai që shkon me makinë me zetor, Mendon se makinat, le të themi, dëmtojnë duke kaluar në këto rrugë të lagjet e paguajnë parat ore. Paguajnë parat. Unë kam një gomar, nëse do ai thash për gomarin unë ata paguaj. Ai që kalon me zetor, e me makinë, me motor paguajnë parat. Ti e ke zgjidhur me gomar, Unë e kam gomar. Po më kërkoj që bashkë gomarin, janë dakord. në ato rrugë vetëm me gomar, Vetëm me gomar. s'ka zgjidhje tjetër. Jo, ara. Kalon do vetëm se unë kam, fëmijët e mi unë i kam në Evropë. Nuk vetë do të me makina di mbear, jo sot. Shumë e vështirë. Ja. I dëmtojnë makinat, i bëjnë copa vetë. Unë them nuk vetë makina fare, më vjen keq. Sot vetë makina ti nuk vetë. Po mi, pse ky realitet në Armen? Rruga e shtruar këtu, ato të lagjet cop. Unë më thash, unë çdo njeri ta shtroj vetë atë, qoftë në zhavor. Pse nuk keni shpresë nga shteti se mund ta. Jo, nuk dua në shtetin, unë e dua shtetin këtu, ja këtu. Nuk dua unë shtet në asfaltit e porta. Ja, jam shtet vetë aty. Shikojmë këto rrugët, për shembull, rruga e Armenit është asfaltuar, sigurisht është po, mirë, no. Këto rrugët në brendësi të lagjeve si janë? Po thuaj më shumë po i shtrojnë privatët. Po i shtrojnë vetë banorët. Bo, me kontribut pak në pak sa shtëpi janë. Po çfarë bëjnë? Vën në xhepi tyre lek për të shtruar rrugën? Po normale në xhepi tyre. Kush i shtroj bashkia? Duhet të kishte le të themi një projekt edhe ndoshta siç është bërë kjo rruga. Në Bere Qaves edhe kaq. Mos qaj, Bere Qaves. Po duhet përmirësuar, e shes si Jo, diçka që duhet s'ka fund. e mira nuk ka fund. Po mjafton në kaq. Gradualisht do zgjidhen, pak në pak. Ti besoj se ke shpresë që do përmirësohet. Njeriu me shpresë rron. Ke të vështirë të kalosh në ato rrugë? Unë fare, unë jam rritur. Kështu je mësuar. Se kam problem fare. Po do ishte më mirë që të ishte as. Jo, e mira nuk ka fund. Unë kështu them. Unë kam shpresë që do bëhet akoma më mirë, kaq. Pavarësisht se ndër vite ka qenë një njësi administrative tepër e rëndësishme për Bashkinë e Selenicës, dikur një komunë, një pikë referimi për shumë zona, e sigurisht ka patur më tepër zhvillim se shumë fshatra që janë në gjendje edhe më të mjerueshme. Sërish është prekur nga një plagë e pashërueshme, ajo e largimit të popullsisë. Në Armen pjesa dërmuese e banorëve janë larguar tashmë drejt Vlorës e shumica më përtej në emigrim. Siç pohojnë vetë banorët e mbetur tashmë në fshat, aty kanë mbetur vetëm 30% e asaj popullsie që ishte 20 vite më parë, edhe ata në moshë të tretë. Mirë falendet. Urdo. Sot Armeni, sot fshati. Fshati, ja, vetë në qendër të fshatit, njëri s'ka, ja, zgjesh fare. Pse? Pse nuk ka njeri ma Po ka një ku janë larguar. Fëmijë s'kan,
venën për qytet, kanë dalë jashtë, shkolla është bosh, u detyron që ikën në qytet. Sot kush ka mbetur në Armen? Cilat janë ata banat? Po ka, mund t'jenë, të themi 30%. Nga sa ishin vite më para, apo jo? Armeni më para ka qenë 500 shtëpi. 500 shtëpi. Ku vjen në qendër nuk shkishe rrugë të shkoje. Po sot sa kanë mbetur? Vallai po 30% të popullsisë kanë mbetur sot. Moshe 3 besoj gjithë. Moshe 3. Ja, vemi në një fshat në qendër, lokalet janë bosh. Do të thënë, janë larguar për një jetë më të mirë. Një jetë më të mirë. Dikush larguar për qefin e tij, dikush jetë për të se jeton do ato.Nica për një jetë më të mirë. Më të mirë, jetë më të mirë. Po pse çfarë mungon këtu? Cilat janë ato që mungojnë? Po gjitha mungon, janë të shtrenjta. Vende pune ka? Vende pune s'ka. S'ka vende pune. Ja, ne kemi mbetur pensionistë. Je bërë pishmën që pori në Armen ose që ke qëndruar ato vite tani? Unë s'jam bërë pishmën për vetë time. Se jetën e kam bërë, edhe e bëjmë, po për fëmijët nuk rrinin këtu. Ku i ke fëmijët? Unë një kam në Angli, një në Itali dhe një në Vlorë. Iku me 3 fëmijë të s'kishte shkollë tu. Mendojnë ata që të vinë të kthehen? Valla e zori mash. S'ka. Zori më, hajde këtu të neti, janë 5-6 shtëpi, pa njërës fare. Ja, në lagjen të kemi lagje të vogël, lagje e re këtu ne. Janë 5-6 shtëpi pa njërës. Të merë malli ta shkosh në një në Armeni si ato vite? O, të merë malli shumë pa ku ta gjej. Po për fëmijën? Po fëmijën, ja, na merë malli sa ku dhe ima. Vetëm një shumë në telefon. Do doje që t'jetojnë në Armen? Po doja të jetojnë në Armen, po nuk jetojnë. Mi bëj një mesazh drejt e kamera fëmijëve, çfarë do i thosh? Dysem që fëmijët punoni, shikoni fëmijët e të vinë një kohë të afrojnë, të vinë në Armen. Të kryojnë të ardhmen. Të kryojnë të ardhmen në Armen, jo gjithmonë. Ta ndryshojnë dhe ata. Se vëndi botës është vëndi botës. Faleminderit shumë. Si të kam, si dukesh? Faleminderit. Sot Armeni, si është fshati sot? Tash ne jemi ardhës tu se paguajmë tatimet e tokës. Armeni mirë, si qendër administrative mirë është. Keni marrë tokë me qera apo jo? Jo, ne kemi tokën tënë, jemi në fshati Karbunar, po i përkasim njësisë Armenit. Dhe vini paguajnë të ati? Paguajmë të atimi sot, nuk duhem të ngelimi debitor me ligjet dhe me rregullat e shtetit, edhe kështu që... Ti e shikon besoj në Armen, çfarë kanë mbetur sot? Ka më rini? Këtu na godit e rëndë se ne jemi më të dërmuar nga Armeni, për vetë gjithë zonat rinia ka ikur. Gjithë fshatrat janë pa rini? Gjithë fshatrat janë pa rini, kemi ngellë në pensionistat. Po rinia ku ka shkuar? Ku është largu? Rinia ka shkuar në botën e madhe ku ka shpresën dhe shpreson që t'jetoj normal, mund të punoj dhe t'jetoj. Çfarë mungon në këto fshatra? Pse largohen këta të rinj? Të rinjt largohen sepse këtu nuk kanë asnjë lloj shprese. Kjo është arsyeja kryesore që rinia ka ikur, jemi braktisu dhe ne nga fëmijët në halli. Nuk ka vende pune besoj. Nuk ka vende pune, ka kaluar në mjerim plot për mua, si prind. Ti ku i ke fëmijët personali? Kam në Itali, kam në Suedi, të shpërndar. Mendojnë të kthehen, të vinë të jetojnë fshat? Jo. Me këtë gjendje që jemi mbërthyer, jo. Ti do doje të vinin të jetonin fshat? Doja të dija, cili është ai njeri që nuk i do syt? Ka rob që mos i doj syt? Edhe unë, puna ime tash e vlatë e mi janë jashtë, i shërbej një shteti një kombi tjetër, dhe ne kemi ngelun mes 4 rrugë. Doja ti shërbej një vendlinjes tyre? Po vendlinjes tyre, të ndërtohet vendlinja tyre, e ardhmja, shpresa atyre është këtu. Mirë, po këtu nuk ka shpresë. Pritshmëritë për vitet që do të vinë duket se nuk janë as pak pozitive në këtë drejtim. Shkolla e mesme e Bashkuar e Armenit, Filo Ramadani, sipas edhe gjyshërve që kanë niprit e mbesat që mësojnë në këtë shkollë, ka gjithmonë e më pak nxënës. Pavarësisht se aty zhvillohet procesi mësimor, edhe shkolla është rikonstruktuar vitet e fundit,
Banorët tregojnë se prindrit zgjedhin më tepër Vlorën, apo edhe të largohen jashtë vendit, duke vazhduar aty shkollimin e fëmijëve të tyre. Si e kaloni, me shëndet. Televizionit jemi. Të mira paç. Ti besoj erdhet me Shnipin. Po. Ke parë këtë shkollën e Armenit edhe vite më parë. Po. Si është sot Kanxënës? Jo, njerëzit përpiqen të ecin më përpara më mirë akoma edhe ka një pjesë e tyre kanë shkuar në Vlorë. Po. Po këtu s'ka, nuk plotësohet. Po i vetë vash aty me mësues me nxënës njësoj po thuaj. Asa stafi janë nxënësit. Po afërsisht se unë s'kam bërë në inventar, po. Është e vërtet kjo. Po çfarë bëjnë njerëzit? Zgjedhin të mësojnë në Vlorë? Zgjedhin më mirë, duket më mirë. Po për mua këtu mësuesat janë shumë të edukuar. Unë ka pas shumë raste aty, edhe një herë kam asistuar me vullnetësinë aty. Ishin shumë mirë fare mësuesat, shumë të mirë, shumë të edukuar. Ja, te kam si hyje, ma desh, ma nxirr te dera. Po mirë. Pse ikin pastaj? Ti thua që mos Po si ikin, po ikin ajo vëlla ka jo të punën në Vlorë, ai do vej në Vlorë. Djalin mja do i marr, do ikin në Gjermani. Erdhi këtu, po bën dokument, do i marr në Gjermani. Kështu të vazhdoj kjo punë e Armenit, vetëm ikin. Po çfarë Armeni? Po një kazan është i tërë kjo punë. Një kazan është kjo. Të gjithë fëmijët janë të braktisur, është edhe prindrit. Ka rini sot fshat. Po ka rini atë bërë, ne kemi ngënë në çfarë ai kemi ngënë në plejt e vjetër. S'ka atje të ri, çfarë? Ti po thua që edhe djali do largohen në emigrim, la Armeni. Në Gjermani. Të gjithë do ikin, është çfarë? Muhabet është ai. Po çfarë mungon Armen? Pse ikin? Po çfarë mungon? Po të gjitha mungojnë. Do ka do punuar, do mbajtur. Nuk ka të blej traktor, nuk ka të bëjë atë, do i lër, do jap me qira, do iki. S'ka çfarë të bëjë. Katastrofë, të mash, moshën e re të mash këtu? Ja. Është katastrofë. Nuk ushjen do, duke Ja. Ushqishin për bukë nuk vdes njeri, po gjithë tjetës nuk bëndot. Si e tonë do si duhet. Ja. Përmendorja me emrat e dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shërimtare prej dekadash qëndron e palëkundur dhe stoike në Armen, duke personifikuar një pjesë të historisë së ndritur të fshatit. 23 dëshmorët e Armenit, por edhe shumë të tjerë me origjinë nga qyteza e lashtë që dhanë jetën për liri dhe pavarësi, do të donin që krahas të qenurit të lirë e të pavarur ta shikonin Armenin e tyre të lavdishëm. Historia e tyre qëndron lavdishëm, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për realitetin që Armeni jeton sot mes shumë problematikave të pasgjidhura e që janë kushtet bazë për jetesë,